Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga artriti, reumatizma dhe osteoporoza, jasi ta përdorni qepën për ta trajtuar. Qepa është një nga perimet më të shëndetshme të nëntokës që nuk mungon kurrë në kuzhinën e njamvisë shqiptare. Përdorimet e saj në kuzhinë dhe në mjekësi popullore janë të larmishme. Qepa rekomandohet kundër disa sëmundjeve dhe problemeve, ndër të cilat është edhe artriti. Ky i fundit manifestohet me inflamacione dhe enjtje të kyçeve dhe nyjeve, duke ndikuar ndjeshëm në lëvizshmërinë e njeriut. Në këtë video, sipas Brightside, do të mësoni disa nga përfitimet më të mira që qepa ofron kundër shqetësimeve të artritit. Ajo zbut inflamacionin. Qepët janë të pasur me quercetin, një flavonoid që lufton ashpërsinë e inflamacionit. Studimet kanë treguar se quercetin zbut ndjeshëm simptomat e artritit dhe reumatizmës, sidomos nëse konsumohet afatgjatë. Ajo përmirëson sistemin mbrojtës të trupit. Qepa është e pasur edhe me antioksidant. Këta të fundit ndihmojnë në eliminimin e stresit, oksidues dhe dëmtojnë kyçet dhe nyje që nxisin shpërndarjen e inflamacionit në organizëm. Por më tepër, antioksidantët ndihmojnë në forcimin e sistemit mbrojtës të trupit ndaj inflamacionit. Qepët përmbajnë shumë vitaminën C, e cila lufton radikalet e lira në organizëm. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër inflamacioneve. Studimeve të cilave u referohemi sipas Brightside tregojnë se konsumi i rregullt i qepës mund të zbusë ose të eliminojë infeksione të ndryshme të kyçeve dhe nyjeve të shpërndara si pasojë e inflamacionit. Kjo është kryesisht e rekomanduar për njerëzit që planifikojnë të kryejnë ndërhyrje kirurgjikale në kyçe. Shëndeti juaj i kyçeve do të përmirësohet falë përdorimit të qepës. Ekspertët thonë se konsumi i qepëve është i pasur me antioksidantë dhe vitamina, që shmang degenerimin e kërceve dhe nxit riparimin e tyre. Falë antioksidantëve, qepa mbron shëndetin e kyçeve dhe nyjeve duke shmangur dëmtimin e tepërt të tyre. Ato shmangin gjithashtu edhe komplikacionet. Medikamentet që përdoren për personat që vojnë nga artriti shpesh ankohen se problemet me stomakun dhe komplikacionet të ngjashme mund të jenë më të larta. Antioksidantët e qepas zvogëlojnë sasinë e sekretuar të acidit gastrik dhe shmangin formimin e ulçrës. Për më tepër, personat që vojnë nga artriti përballen me një rrezik në rritje të arteriosklerozës. Lëngu i qepës dhe qepa në përgjithësi arrin të ulin ndjeshëm nivelin e kolesterolit të keq dhe të mbrojnë kështu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Qepa është një nga perimet më të mira të shëndetshme të nëntokës. Qepa përmirëson imunitetin, rregullon nivelin e sheqerit në gjak, ul kolesterolin, mbron zemrën dhe trajton reumatizmin. Por si të përdorni qepën kundër sëmundjeve dhe problemeve shëndetësore? Qepa mund të përdoret me efikasitet kundër rretheve, rënjes së flokut, infeksioneve të veshit e të tjera. Qepa përmban sulfur, që lufton bakteriet dhe mikrobet që shkaktojnë koll. Prisni gjysmën e qepës holl dhe spërkatni me sheqer kaf. Qepët e sheqerosura mund të hahen 2 herë në ditë në lehtësimin e problemeve të kollës. Përzieni qepën e grirë me vaj të arës së kokosit dhe më pas këtë e lyeni në krahëror. E mbuloni me një peshqir dhe vendosni se qepa do të ndihmojë në zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe sekrecioneve. Kjo recetë përdoret shpesh edhe nga gjyshet tona. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë në uljen e temperaturave. Nëse keni temperaturë, lyeni shputat e këmbës me vajin e arës së kokosit dhe më pas pjesën e barkut vendosni fetat holla qepe. Mbështjellini këmbët me qese plastike dhe vishni çorape. Qepët duhet i mbani në shputat e këmbës gjatë gjithë natës për të përthithur toksinat në uljen e temperaturës. Qepët janë të mira kundër të vjellave. Griheni qepën holl e vendosni në një nap dhe shtrydhni lëngun. Më pas shtoni pak çaj në energjiku të ngrohtë, pasi lëngu të jetë të ftohur, pini 2 lugë çaj me lëngun e qepës dhe 5 minuta më vonë të njëjtën sasi të çajit të energjikut. Këtë trajtim mund ta përsërisni derisa të vjellat të mbarojnë. Ajo është një zgjidhje sidomos kundër infeksioneve të veshit. Ngrini një qep të plotë dhe më pas futeni në një çorape të pastër pambuku. Ato e vendosni mbi veshin e sëmur për të përthithur infeksionet. Qepët janë të mira në pastrimin e ajrit. Qepët mund të përdoren edhe për pastrimin e ajrit, duke vendosur copa të saj nëpër zona të ndryshme të shtëpisë. Ajo do të përthith të gjitha bakteriet dhe viruset nga ajri. Qepa është një mundësi shumë e mirë për të lehtësuar edhe rënien e flokut.
Zjeni një kokër qep. Në lëngun e saj gjithashtu edhe do të merrni një lëng të veçantë për të lagur flokët përpara se t'i lani me shampo. Lëngu i qepës do të përshpejtojë rritjen e flokut, do të parandalojë rënien e tij dhe do të zhduk gjithashtu edhe problemet e zbokthit. Qepa ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe këshillohet të përfshihet në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti. Qepa ndihmon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Në vend të ilaçeve dhe efekteve të shumta anësore, atë duhet ta mbani edhe në kujdesin tuaj për kolesterolin dhe të konsumoni qep, duke zgjidhur problemet brenda disa ditëve. Qepët eliminojnë parazitët. Bakteriet e dëmshme që hyjnë në trupin e njerëzit mund të jenë gjithashtu edhe një organizëm që ndihmon edhe nga qepa me përfitime pozitive. Qepa ndikon pozitivisht te astma bronkiale dhe pagjumësia. Ajo ka në përbërje qufur dhe kuercetin, dy antioksidantë që reduktojnë efektet e toksinave në trup. Qepët janë të pasur me vitaminën A, B, si dhe minerale si potasiumi, kalciumi, fosfori, seleni dhe sodiumi. Varieteti i kuq është i njohur për vetitë e theksuara antibakteriale. Nëse përtypen qepët e freskëta për 3 minuta, eliminohen të gjitha bakteriet në gojën tuaj. Gjithashtu qepa mban nivele normale të qarkullimit të gjakut dhe parandalon piksjen. Ollimi i gjakut zvogëlon mundësinë e goditjeve në zemër dhe në tru. Në rastin e ftohjes, një gotë me lëng qepe të përzierë me mjalt është një ilaç i vërtet. Gjithashtu qepa ofron veti të veçanta ushqyese për trupin tuaj. Qepët mund të përdoren në mënyra të ndryshme nga gatimi deri te aplikime të ndryshme. Ushqime natyrale dhe të shëndetshme janë të jashtëzakonshme për trupin e njerëzit. Mund të ndikojnë në shëndetin afatgjat, afatshkurtër dhe në mijëra mënyra të ndryshme. Për këtë arsye, do ju flasim për vetitë e mrekullueshme që ka kjo perime. Qepa, ndër ushqimet më të përdorura në kuzhinën shqiptare, e cila përtej ndjesisë së djegjes, ju dhuron vlera për shëndetin. Shumë nga benefitet e qepës vijnë nga një antioksidant me veti antiinflamatore që quhet quercetin, një flavonoid i fuqishëm që dhuron një numër të madh të benefiteve të trupit, duke u mbrojtur nga radikalet e lira dhe dëmtimi. Qepët janë gjithashtu një nga ushqimet më të mira për rigjenerimin e dietave drastike. Qepa ndihmon kundër problemeve kardiovaskulare. Ka shumë probleme kardiovaskulare që mund të përmirësohen duke ngrënë qep. Një studim i Universitetit të Utah, të cilit i referohemi, tregoi se hormoni quercetinës është thelbësor në uljen e presionit të gjakut. Gjithashtu sulfatet që ndodhen te qepa janë në gjendje të përmirësojnë nivelin e kolesterolit në gjak. Qepët përmirësojnë shëndetin oral. Bindjes së zakonshme se qepët ju shkaktojnë erë të keqe të gojës, ekspertëve u japin një tjetër përgjigje. Përtypja e qepës ndihmon në forcimin e dhëmbëve dhe vret bakteriet që i prishin ato. Studimet kanë treguar se antioksidantët që përmban qepa mund të ulin rrezikun e prekjes nga komplikacione të rënda. Ekspertët rekomandojnë veçanërisht qepën e përzierë me turmerik ose shafran indije për një efekt të sigurt. Kjo për shkak të vetive që qepa ka në kontrollin dhe ruajtjen e radikaleve të lira në trup. Ajo ka veti antiinflamatore. Sipas një studimi të Arthritis Today, të cilit i referohemi, qepa, duke pasur antioksidantë të fuqishëm, ndihmon në trajtimin e artritit. Këto efekte antiinflamatore të këtij ushqimi gjithashtu ndihmojnë edhe në sëmundje të tjera si diabeti. Qepët njihen si një mënyrë e mirë për të liruar sinuset e bllokuara ose nxjerrjen e toksinave jashtë nga trupi. Ju mund të zgjidhni të shtoni qepët në çdo vakt tuaj për të përfituar të gjitha vlerat shëndetësore të tyre. Ndaj mos siguroni që qepët t'i keni një zgjidhje shumë të mirë për ushqimin tuaj. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se qepët e gatuara nuk humbasin shumë prej aftësive mbrojtëse të tyre. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime me peshk ose me mish, për të marrë kështu të gjitha vlerat minerale të tyre në dobi të organizmit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë